Qendra CEDI po zbaton projektin Ti e ardhmja, njohim dhe promovojmë të drejtat themelore me mbështetjen e Agjencisë për Mbrojtjen e Shoqërisë Civile. Qëllimi i përgjithshëm i projektit është përmirësimi i njohurive të rinjve dhe fëmijëve mbi të drejtat themelore dhe nxitja e pjesëmarrjes në vendimarrje. Në këtë kuadër, qendra hartoi broshurën Të drejtat dhe lirit në praktik, si dhe zhvilloi 6 sensione informuese në qytetin e Gjirokastrës, Pogradecit, Elbasanit, Përmetit, Beratit, Shkodrës, ku informuan të rinjt për të drejtat e tyre themelore, rëndësinë e angazhimit dhe vullnetarizmin, si dhe mënyrat e vendosjes në lëvizje të institucioneve që mbrojnë të drejtat. Me në fokus aktivizimin e të rinjve për të kërkuar të drejtat e tyre dhe për të denoncuar në rast shkeljeje, qendra CEDI organizoi 6 trajnime 2 ditore me të rinjt e këshillave vendorinor dhe të rinj të tjerë në qytet, të përzgjedhur për zbatimin e projektit. Të rinjt e Gjirokastrës, Pogradecit, Elbasanit, Beratit, Përmetit dhe Shkodrës nxitën mendimin kritik, formulimin e problematikave komunitare dhe ju dhanë zgjidhje potenciale atyre nëpërmjet zhvillimit të debateve midis njëri tjetrit. I japim të rinjve zë, ata janë e ardhmja.